Dje më pyete, a ke hyp në makinë të Artur Sheut kur ke shku në Vlorë në 98-ën? E kam drejt? Absolutisht jo. Edhe është e dokumentuar. Por, edhe mund të kisha hypur, se Artur Sheu i 98-ës, me Artur Sheun e me vonshëm, janë, dallimi është si midis ditës dhe natës, apo Edi Ramës dhe Ismail Qemalit. Të themi jam të në pepo. Të themi me qenë se e ka, thotë se ja, po. Nuk, po. E thash, di për te këto, di që është i familje të persekutuar, më kanë thënë, familje të mirë, më kanë thënë, këto më kanë thënë për te, por emri ti në u qfaq me General Lisin dhe Don Agacio. Në një operacion perfekt mafioz. General Lisi mori 30 hektar dhurat nga Artur Shehu, fondacion se si kishë regullua se një familjar kishtë ngel, kishtë dhuro kaqa me Agacion, dhe bëri burgaj. Dhe qëfar thaj? Artur Shehu masoli Agacio. A tha kështu? Tani, a mund të ketë lidhje? Unë nuk e përjashtoj. Nuk e di, por nuk e përjashtoj. Sepse ai është vlonjat, si që pat ju, ai vazhdon të ndërtimet në Vlorë një prendori e tërë. Një prendori e tërë. Unë nuk kam djeni për lidhjet me një deputet.